Partia opozitare LSDM ka reaguar ndaj intervistës së fundit të ministrit të jashtëm Timço Mucunski, prej ku tha se Mucunski pranoi publikisht se po zhvillon bisedime për fatin e vendit, por se ato janë të fshehta. Ata po ashtu akuzuan ministrinë e jashtme për partizim të politikës së jashtme, duke thënë se nuk ekziston një shtet normal në të cilin një ministër i punëve të jashtme thotë se bisedimet për të ardhmen e shtetit janë të fshehta për qytetarët e tij. Realiteti është i qartë, politika jashtme aktuale po lëviz gjithnjë më shumë në ndikimin e botës serbe dhe faktorit rus, në vend të një pozicionimi të qartë europian. Pyetja për qytetarët është e thjeshtë, pas të gjitha gënjeshtrave me të cilat VMRO erdhi në pushtet, pas të gjitha gënjeshtrave me të cilat Mickoski dhe VMRO qeverisin, ai besoni Timço Mucunski dhe bisedave të tij të fshehta që ai zhvillon në emrin tuaj, ai besoni Hristian Mickoskit. Nga LSDM më tej kanë shtuar se Ministria e Punëve të Jashtme nuk është një institucion mbi qeverinë, por është pjesë e së njëjtës qeveri, e cila për 2 vjet nuk ka hapur asnjë kapitull të negociatave. Ka tejkaluar afatet për reformat dhe i vetmi rezultat që ofron është narrativa se opozita nuk ka të drejtë të flasë. Kujtojmë se Mucunski në një intervistë dhënë për agjensinë Mia së fundmi, tha se po punojnë për një zgjidhje afatgjate, por nuk duhet t'i ndajnë detajet e këtyre bisedave, sepse nëse fillojnë t'i ndajnë ato me publikun, ndjellin mos sukses. Ai paralajmëroi se muajt e ardhshëm do të ketë më shumë mundësi takimesh me zyrtarët bullgar dhe tha se mund të takohen në formate të ndryshme multilaterale.